zoti profesor. Ju ndjet zhurmë dhe ardhën dhe mu drejtuat. Ju pse bëni zhurmë kur të tjerët punojnë dhe ky zonë, si që ishte Ramizalia, tha, jo unë profesor, bëri ky dhe unë i thash pusho dhe qau. Edhe unë tha babit Dora Shamiçkën prej më ndafshi këtu dhe ja fshiva lotët. Ramizit? Mos qaj. Mi Ramizi... Dhe unë tha, për këtë po ngrihem kam, tha. Po ti ju shkoni, tha Lazgush, tha në shtëpi, tha, nuk do ndodhi asgjë, tha, do përkthesh, tha, kryevepra botërore, nuk do përkthesh gjeometri. Tani, marrëdhëniet e Lazgush me Enver Hoxhën, asnjëherë nuk janë takuar asnjëherë. Po babi se ka përmendur asnjëherë. Po pra si ka mundsi? Nuk e di çe kush ishte. Po Enveri, atë? Nuk e di. A e lexonte, a i kishte lexuar, a i njinte? Nuk di, 100 metra larg ishim neve, te toka në Pogrades që na kanë vjedhur. Po? Rri atje Devolliu. Popull i marr. Atje, basan ishte vila e Enverit. A i rlajsh atje, ne lajshim këtu. E shikoni njëri tjetrin? Nuk e di. Po nuk e di ti. Me sytë e mendjes ndoshta e shikoni, po ne ishim të vogla. Po Enveri asnjëherë nuk ka folur për Asnjëherë. Po me Mehmetin? Edhe Laxhmia kishte qenë shkollë në institut në. Po pastaj ka qenë në institut, e njëjtë mamin tonë. Po, njëjtë. Po e kishte takuar ndonjëherë? Jo. Mamin po? Jo. Fiqereti po. Se edhe Fiqereti ka qenë atje? Fiqereti po, dhe ish Fiqereti kishte qenë atje. Do të thënë Fiqeret Sheu, bashortja e Mehmet Sheut, e kryeministit, e ka takuar mamin mbas luftës? Po. Kur ishte kryeministër. Sepse mami ishte metodiste në një shkollë Tiranë, metodiste që ju jepte mësim praktik mësuesve të reja. Po me Mehmet Sheun, si ishin marrëdhëniet e Lazgushit? Sa po ishte shliruar Tirana, thot babi, dhe unë thot e kishte zakon babi dilte në 10 darkës. Edhe mbështjelleshe, se ishte në dorë edhe kishte ftohtë, edhe isha mbështjell, thot. Para me e, thot, dalon një makinë. Edhe del ushtari që ishte në makinë, edhe më shtyutha dhe më futi brenda në makinë. Përpara, te vendi përpara ishte një i veshur si ushtarak. Edhe më thot, hiqeni shallin. Dhe unë dhe babi e ule shallin. Kush jeni ju? Unë jam Lazgush Poradeci. Edhe aju kthye. Zotni Lazgush, mos dilni natën, sepse patrullat kanë urdhër që të shtjenë. Ky ishte Mehmet Sheu. Dhe i thot shoferit, çojeni zotin profesor te shtëpia. Çaj njoje. Ky ishte era e parë që u takuan? Kjo ishte era e parë. U takuan më pastaj? Ishte buri mençëm. U takuan më? Jo, nuk janë takuar, por atëherë kur doli babi në pension, ai ja bëri pension për meritat veçanta. Pension special? Special, 7.000 Se kam kuptuar më Marie, si ka mundësi që i lë dhe në arrest, i lë në atje në cep dhe ja japin me pikatore atë. Pension të meritat veçanta. Tani, emri kush e bëri këtë fletrofen? Ja. Babi ishte i emëruar përkthyes në ndërmarrjen e botimeve. Atje jepnin për të përkthyer, po libra që do të përkthente do t'i merrte në bibliotekë kombëtare. Po. Dhe babi shkonte, edhe atje ishte me një kartel Lazar Gusha. Po, si gjithë tjerët. Ashtu e kishte pasaportën Lazar Gusha. Kur shkon për të marrë një libër tjetër që i kishin dhënë normën, se përkthente me normë babi. 7 vargje në ditë. Ishte norma. Kur shkon për të marrë një libër tjetër, ajo vajza, atje ajo punonjësja e bibliotekës, e shikon që ky s'kishte dorëzuar librin përpara. Edhe i thot, ti shok, ama ti thosha ati shok sikur i gjyshe me gur. Me vërtet, ha? Ja, nuk thotë. Me vërtet, ha? Po ne ku i thoshin xhaje. Edhe te që të merë, ha? Po të merë, po s'ka, edhe si tash ti. O teta, po s'jam teta jote, unë i thash njërës. Unë jam ka zonjë, zonjush, zotri. Të thonë, o teta, o xhaje, që janë këto këshu? Basi 7 lindes nuk është këshu, o vetëm këtu. Okej, dhe që i tha ajo? O shok? O shok ti, tha, pse s'ke dorëzuar librin? Po se kam dorëzuar, tha i, se s'kam mbaruar punë. Po ju, tha, e dini, tha, që keni shkelur kodin civil? Jo, tha i, se që thot kodi civil, tha? Kodi civil, tha personi që nuk dorëzon librin në kohën e caktuar, dënohet sipas kodit civil. Po sot për mua, tha babi. Nuk thot për mua, tha? Po si nuk thot për ty, tha jako thot personi që nuk dorëzon librin dënohet sipas ligjit. Po nuk jam person, tha, unë jam personalitet. Kështu i tha? Kur i gjoj dhe kodin civil. Po kush ishte kjo? Po një punojnësa atje, po s'ka baruar. Se ke gjetë emrin? Ja, po s'ka rëndësia, e një mirë atje merr te rronë. Ani po me çeu pastaj e takoj në një herë tjetër? Jo, s'jam takuar. Foto tjetër se kemi ca bashkimi vinte bashkimi me Biri, po, me vinte me Ismail. Tani, kjo është e qepur kjo kapele?
Ajo, edhe i thoshte Elena, o, zoti Lazgush, zoti Lazgush i thoshe. Zoti thoshe Elena. Edhe Elena dhe Po si Ismail. tha, E je bësi princ rusi, thoshte. Edhe shiko, se ata vinin kështu këto... Dhe ka të qepur, Jo, kjo, kapelja mo që është te filmi me Vlanit, duket aty që është e grisur kapelja. Tani, më thujë që i priqenin? Cucin e morën po gradet, ja njëshin dhe njënën dhe baba, po kishin pas në Lolkën, Bobin, Birkën, kishin pas plot qenë. Tani, shoku më i afërt i Lazgusht ishte Cuci. Shoku më i afërt ishim ne gocat e tij dhe gruaja. Kur vdiq mami ishim ne. Por ja, ai që shoqëron dhe po thëmë që bëndet gjiron, po thëmë unë. Zera vogla, me sa i mirë që ishte, po ai gati vetëm gojës kishte. Tani, si erdhën për që dhe ja morën qenin? Ja morën ta vrasim, tha se do t'i vrasim qenë. Po lere më tha Po Gradec? Këtu në Tiranë. Tiranë, Erdhën 4 veta me pushk. Sigur do kafshin Biladenit. Sa i 2 kile. As 2 kile ishte 1 kile e gjysë. Qa u tha babi? Po babi qante. Qau, Qante, mami, qante, gjanim gjithë dhe. Morën? Po qa Shikonja atë skena atje, foto e ditës botrore do ishte. Ata erdhën darkë, ditën mëngjes, kur erdhën? Po ku dishin ata kush ishte ky? Se din fare. Ky që vite nga salonet e Saturnit, kur thot Ismaili, nga salonet e... Po dhe qëfar u tha? Po Maleri tha se do marr leje, i tha babi, se të ma vrasish ti. Aja ty e morë. A i cuti kërcente, kur e zgjidhën se tha do më gjerin jashtë. Se dide që do t'a pushkatoni. Ata e futën karroc atje, a mani gjëmoj babi nga mbrapa. Pastaj shkojnë komitet ekzekutiv, nxori lejet e veterinaria aty, edhe babali 3 ditë, në bajtën andej një egyptian andej nga Kamza, e u lëshua Cuci, si hikte babit edhe e solli. Po dhe lejen ja dhanë provizorisht, që prap mas 2 vjetër, si mbaroj leja, filloj të merë, do ma marrin Cucin prap. Ma tregoj që i këtë momenti kur e takoj mbas 3 ditët Cuci... Po të meri, kështë ble babi qofte, ku do të me ja ungër qoftet, a i kështë thënë, a i atje buri, a i që e mbante. Që ky do të qumësh, ky do të... Babi atë isën e qumëshit tia, gjysmë nga jep të ati, se ku kishim ne? Gjitha me racion. Ju hodhë këshu, kur e takoj mbas 3 ditë? Jo, dhe po cuca, po së të linde Cuci, po mos e për qafonje, po mos e pufje, po mos e për gdhenje, nuk tikte Cuci. Po kur ngordhi si e përjetoj? Jo, së ngordhje, Cuci vdiq. Vdiq, po, më falë. Qavi. Qava. Qanë, e mbajtëm në divan, e mbështollëm me qarqaft pastër. Dhe i bët i loj kështu. E barosëm, e futëm sheqeri, futëm karamele. Edhe na pa një komshi aty kur po japnim varrin. Qa ka me ej, qa ka? Mos i kthe kokën, tha babi, mos i kthe përgjigje, se këta thonë për ne që këta janë budallej, po varosin gjenin. Budallaj ishte ai ngordi, jo qeni vdiq. E kuptova. Ti kësi krimineli vdes? Jo, krimineli ngordh. Foto tjetër? Ja, këtë e shpjeguat. Foto tjetër, se e shpjeguam. Tani, një nga ata që... Kur festua 80 vjetori, neve i bëm dark në shtëpi. Në vitin 1980? 80 vjeç. I bëm dark në shtëpi, erdhën këta. Po? Kush ishte tjetër? Ishte, më duke se ishte Shefqet Musaraj, ishte Vebi Bala, nuk kujtohet ashtë, ishte një 10 veta. I shtruam dark, nuk sollën as i peshqesh. Pse? Po nuk sollën. Babi thoshte, kur shqiptarët e Bukureshtit festuan 60 vjetorin e Azdrenit, i bën peshqesh një pen floriri. Pen floriri? Pen floriri. Pen, kujtohet se. Pen floriri. Do në pen, këshu, floriri. Po, kur festoj këtë 80 vjetor? Jo, fare asnjë gjë. Po pse? Jo, edhe kur na dha Edi Rama njërë pena artë që kishte babi 100 vjetorin, i vodhen ato 1,2 lek, nuk na i dhanë. I vodhi ai drejtori. Si i vodhen anisë? I vodhi. E kemi ble një pen, tha. Që ku e ke penën? Ku është pena? Jo, po se aji nuk është. Po mirë, kush është ai, kush e mori penën? Si vodhi drejtori, vodhi penën që ishte... Vodhi 1,2 lek që ishte çmimi. Kush ishte ky drejtor? Po tash nuk dua ta them emrin. Po ja, aty është drejtor me institucion tjetër është. Po dhe libra. Jam një shkrimtar, thot. Tani, na thuj diçka, pse Ismaili i thynte të gjitha këto rregullat edhe e vlerësonte dhe i shkonte gjithmonë Lazgush Porodecit? Po ishte i mençëm Ismaili.
Ismaili ishte jashtëzakonisht i kulturuar. Ndërtëroi se ka përkrah babin, si ka ardhur ndonjëherë. Pse? Madje edhe kur foli Ismaili që ta bëjmë ta nxjerrim profesion të lirë, ndërtëroi tha unë si komunist nuk jam dakord. Po pse? Nuk e di pse. Po më habit me këtë, pse? Ja, se di. Edhe kur kishte vdekur babi, ne s'kishim frigorifer, ishte viti 89, edhe unë shkova, ishte akoma ndërtëroi kryetar Lidhje, edhe unë i thash Ninës motrës, po shkoj, thash ti marrë një autorizim frigoriferi atyre në Lidhje. Edhe i them asaj sekretares ndërtërojt, ai aty ishte, dëgjonte, në një autorizim për frigorifer. Nuk ka, tha, është vetëm për antarët e Lidhjes. Po dhe babi im thash antar Lidhje është. Po nuk ka, tha, nuk kemi. Edhe i ka unë. Nuk më dhanë. Jo, po më habit se drejtori... Nuk i tha i jepi, mo i tha një autorizim. Jo, dakor, po drejtori bënde ishte shumë njeri, që bënde që të drejtat e studimit, jo, që të edhe kur i tha njerë dhe e kryuse, nuk ja dha lekët. Unë i kam gjitha me dokument, i kam të shkruara. Të gjitha i ka të shkruara babi. Po me shkrimtarët e tjerë? Ata të gjithë kishte shumë që e donin shumë babin, po ishin konjunkturat e kohës ashtu. Nuk e shikonin mirë ata por i trinin me lasgushin. Kujt i thoshte buria e partisë? Se dita që s'ka rëndësi, po... Shkrimtar i thoshte? Shkrimtar, po ne ka qenë nga ata dhe që na kanë ndihmuar shumë. Kush e ka ndihmuar? Po na kanë ndihmuar. Ismaili u ka ndihmuar? Absolutisht, po. Si, më trego diçka nga marrëdhënia e lasgushit. Po ishin puna që do na dilte shkolla neve. Si... Me këta miq na dolën shkollat ne, se ky babi që kishte mbaruar gjimnazit 3 shtete, Manastir, Greqi, derisa e morin Silistra bakalaureatën, me një qytet adega Rumania. Nëse Ismaili e vlerësonte si poet. Ti lishin gocat pa shkollë, jo po vdiste ai në sekond, se ai e dinte që gocat do rrinë pa shkollë për ati. Edhe për shkollën, edhe që filluam atë tani kush përfillte më shumë? Regjimi komunist është përfillte lasgushin apo lasgushi regjimin komunist? Jo, shiko, ajo që bëri regjimi komunist me lasgushin, ishte përgjigja që i dha që ti nuk shkrua për ne edhe ne s'përmenim ty. Si s'ka një poezia i për partin? Ja, po s'ka i tash, se nuk, edhe po bote në një talëshe. Talësh? A ka bërë? Po jo më s'ponde i tha një u prishën me Bashkimin Sovjetik. I tha, a më lasgusha, ta budaleja ta më po gradec. Po, jemi njësoj. Po jo mërë ti, i tha babi, si s'jam njësoj me ty, u tha rigji ditën pira kiti, tha aty, të flasun ty, i tha, njësoj jemi para ligjit, se da tha e mveri atëre jemi njësoj. Njësoj jemi para ligjit, tha. Jo, si jemi njësoj, tha ne të dy, tha. Po kush ishte ky? Po një që pinta atje. Edhe i tha ky, ta shqita që u prishëm me Bashkimin Sovjetik, tha, hajde bëj një poezi, tha. Po si mërë, tha, janë sekonde bëjmë, tha, i tha babi, tha. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimi Sovjetik. Se lasgush e ka bërë këtë? Po. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimi Sovjetik. O sa e bukur kjo. O Kryshov, o unë plastik, po në Bashkimi Sovjetik. Po mirë, këtë e botoj në njërej? Jore. Po jo, në këto e kisha fjallet e Ostenit e këto. Po jore, dhe këta shokët që i stilin ato poezit nga po Gradeci. Unë nuk e di këti që i ka bërë lasgush. Edhe babi ju kthem përgjigje këtyre, me telegram. Shokë prite një Lazarë, po vjen si bilbil gjuzarë, duke qeshur, duke qarë, si që ka kjo botë e marrë. Edhe i thot ajo e postës babit. Nuk e dërgojmë neve këtë telegram. Pse tha babi? Se nuk dërgojmë telegram me të marrë. Se ishte me të marrë. Me marrë. Si që ka kjo botë e marrë. Se nuk e dërgojmë me të marrë, tha. Tani, përveç kësaj, kishte dashuri tjetër babi jot përveç mamas? Gjatë kohës që ka qenë martuar, jo, nuk di unë. Po ku e diti? Po jo, nuk di unë, por ne ishim gjithë ditën. Babi me mamin, se dhe mamin jo në Po i mas 15 vjetësh ka lindur në Konstantina, the? Jo, po ata 15 vjetë edhe si kur të kishë në mos marveshje, unë kam letrat. E di pse them këtë? Sepse ato poezia ishte ndjera. Nuk bëri më babi pastaj ato. Nga ato ishin këto të vjetra, ato ishin atëre. Ja, pas kam mbledhë në fija, domethënë. Jo, nuk ishte jam mbledhë në fija. Nuk ishte se jam mbledhë në fija. Foto tjetër? Po Ismaili e vlerësonte jashtëzakonisht. Ismaili e donte shumë. Ky është një pogradecar. Po. Nga ato bashot. Po. I burr shumë i mirë. Edhe babi e kishte shumë mik. Ata hankësha zemrën, ja si cuci si ri aty. Cucin e dishin gjithë. E njifshin gjithë cuci. Po, foto tjetër?
Ky është Kozbabasho.